Territori i Kosovës, për datën 27 prill 2026, do të karakterizohet nga mot relativisht i qëndrueshëm me vranësira të pakta dhe intervale me diell. Paraditja dhe pasditja do të kenë alternime mes kthjellimeve dhe vranësirave të lehta. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 5 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 20 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi veriperëndimor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën pritet të jetë mesatar rreth 5. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 5:30 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 19:36 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë: Mitrovica 7 deri në 18 gradë Celsius, Podujev 6 deri në 16 gradë Celsius, Skënderaj 5 deri në 18 gradë Celsius, Pej 9 deri në 17 gradë Celsius, Prishtinë 7 deri në 17 gradë Celsius, Gjakov 10 deri në 20 gradë Celsius, Malishev 8 deri në 19 gradë Celsius, Gjilan 6 deri në 17 gradë Celsius, Ferizaj 8 deri në 17 gradë Celsius, Kaçanik 8 deri në 17 gradë Celsius, Suharek 8 deri në 20 gradë Celsius, Prizren 9 deri në 17 gradë Celsius,